Shikues të News, ju përshëndes. Jemi së bashku si çdo ditë me mua Sërsula për të njohur parashikimin e motit për sot dhe nesër në vendin tonë dhe kontinentin evropian. Europa Veriore dhe Britania paraqiten me rreshje të dëndura shiu dhe stuhi ere, ndërkohë veriu i Ballkanit me rreshje të dobta shiu dhe dëbore. Pjesa tjetër e Europës do të vijojë me motë të kthjellët dhe të ngrohtë. Jemi tani me kushtet e motit për sa i përket vendit tonë. Sipas Meteoral, vendi paraqitet me vranësira dhe rreshje të dobta shiu më të dukshme këto në lindje të territorit shqiptar, ndërsa në male mund të ketë mundësi dëbore. Temperaturat do të luhaten nga 1 deri në 16 gradë Celsius, era fryn mbi 35 km/orë, duke krijuar kështu një dallgëzim të ulët. Jemi tani me kushtet e motit për sa i përket rajonit të Europës për ditën e nesërme. Europa Veriore dhe veri perëndimore priten me rreshje shiu dhe erë të fortë, ndërkohë nga ana tjetër Europa lindore me dëbor. Pjesa tjetër do të pritet e kthjellët dhe temperatura të larta. Jemi tani me kushtet e motit për sa i përket vendit tonë. Për ditën e nesërme, sipas Meteoral, kthjellime dhe vranësira priten në vend dhe rreshje të pakta kryesisht në jug të territorit shqiptar edhe në juglindje. Përmirësim do të ketë vetëm në mbrëmje. Temperaturat do të luhaten nga 0 deri në 18 gradë Celsius. Era fryn me një shpejtësi 40 km/orë, duke krijuar kështu një dallgëzim të ulët në brigjet dëtare. Shohim tani temperaturat minimale dhe maksimale sipas Meteoral për vendin dhe rajonin. Ky ishte parashikimi i motit për sot dhe nesër në vend dhe Europë. Falenderoj për vëmendjen, bashkë mirupafshim.